kur ti kërkon nga Allahu mbrojtje, çka kërkon ti? Kërkon që Allahu më të mbrojt dhe ti jesh më afër Allahut azza wa jall. Nga se ke garanton mbrojtjen. E kur thosh e'udhu, do më thonë, më afër Allahut, e bën punë që të largojnë nga Allahu, a ka kuptim e'udhu? E s'ka kuptim. Allahu te barë të strahan kur afrohesh. Ç'kjo është çmimi i strehimit? Ti jesh afër Allahut xhalla xhelalu. E atë që Allah e merr në afërsi e ka dhe mbrojtje. E ato që ka Allah mbrojtje e ka dhe të afërt. Qysh Allahu te barë të një mbron, edhe i ruan të dashmit e tij, besimtarët e drejtë e kështu me radhë. Çmimi me mbrojtje dikush është ai me kon larg ai spronon ti me kon afërtina. Ama me pagu. Apo. Allahu po mos u paguaj, veç hajde të unë rringat meje, edhe unë të mbroj atë. Keni ujë me mbrojt në shtet i fuqishëm, dikush i madh, apo me mbrojt apo. Thot, jo që po të mbroj. Jo, hajde të unë nga të meje. Kjo është veç strehim, është për te strehimit. A mbrojtja është për te mbrojtjes? Jo, kjo është për te mbrojtjes. Kjo nuk është mbrojtje. Kjo pastaj është dashuri, është respekt. Është garancë, siguri, gjithçka është. Andaj Allahu xhallahu ala po thot, afroje zamrën të une, lidhe me mu edhe hinë sëhimin tem edhe flaj rahat. Këtu ka ardhë fjala e udhu, që nuk kupton kërkimin e mbrojtjes me kuptime që i përmena, në kohën e tashme, që nuk kupton se koha e tashme e ka kuptimin e vazhdimësisë. Do me thonë, në vazhdimësi je i rrezikuar nga këto rreziqe, nga këto sherrë, dhe në vazhdimësi duhesh të jesh afër Allahut, se nëse largosh, të kapin sherrët. Sigurisht, nona që e kap fëmin për dorë fuqishme. E që ka e thotë? Mos malsho dorën se të shkel kjerë jaftë. Mos malsho dorën. Nëse jalshon dorën fëmiju, edhe rogë bicikla, që ka thotë nona? Atë thash mos jalsho dorën. Apo? Që kështu të më vëdhë përëmëraj edhe ti, kur të lëshosh dorën, kuptim, mshirës Allahu xhallahu ala, afërsisë Allahu te bareke ve teala, apo? Edhe të kap mëkati. A nini Zotë tonë, atë thash mos jalsho. Atë thash mos u largo se të kapin me i herë. Ata janë të gatshëm të prit të dera. Si të lëshosh këtu të kapin atje atë. Edhe rri kap këtu nga se kapësh dikun tjetër atë. Çka është e udhu? Procesi i vazhdueshëm e ti rikur ti des. Ti des. E atëherë të kap Allahu xhallahu ala vendos në xhenet. S'ka sherrë më. A pretendoni që çdo kur në sul falak Allahu ilah. Ta pretendoni çu tam, ta pretendoni. A'udhu, në mund, afërsi. Në mund du të me kun gazzoli se me bu më largu, tajnë ojqët. Wallahi tajnë apë. Me në zipresin, ojqët shumë ka atin të dera. Mas gjami s'ka shumë, si të dilsh, me ishtë prit kush për të kapë. Andaj e thush, a'udhu, gjithë, a'udhu, i kapë për Zotin. I kapë për Allah në gjithë në vëra. Parë që ta ka thonë pejgamber sëmë, ata 7 persona që janë ditë në gjykimit, apo në hinë Allahot, ata të strehuarit, kush janë? Njeriu që e ka pas zemrën, ku? Të lidhur për xhami. Se ka qitë kërë të halet të ja kapin ato. Apo si të ndyrë zemrën për jashtë të kapin ato. Zemrën e ka mënë gjemë, a ju dalë? Për në përshamu të si, me të pritë hajnat me një vend, se e din që i ki do pare me vetëm. Ti bosh me i meqëm, apo, e ato pare jep, dikujt mi mshirë dikujt edhe. Edhe shkon ata të kapin, ku janë paret? Si kom paret? Ata për parët kanal, ata. E për sa që të kanal, s'ka me fitu, apo. Dhe ti, i kon me i meqëm, i ke sëru dikun tjetër, apo. Edhe ti, ma e zemrë në gjami, e vetë dilë shoku dush, edhe kur të kapin, ta kapin në i sy për thatë, s'ka kur që pa zemrë, në i gju për thatë pa zemrë. Zemrë më s'ta kapin. Zemrë lidhe për Allah në të bare kotale, apo. Qëka është e udhu? Në vazhdimësi, mbaja zemrën e lidhën me Allah në gjellë gjellë se bon një shkute. E mërë pusja të. Së në rrëmë në për që ta ka thonë djetarët se në namaz se fizejgjde bën balli, jo zemra. Se zemra s'ka se fizejgjde. A din që ka se fizejgjde, po? Sejgjdeja që është përmisu se namazit. Tu fali ke pas med dikun, e harrove vëllojt të hiatër. E bën se fizejgjde. Bën se fizejgjde. Mirë po, zemra rritë me Allah në gjellë ora, nuk bën se fizejgjde. Pse? Për shkak se ka thonë djetarët, ajo njëherë bjen sejgjde, s'quat mu heq, tejtë e thërtë Allahu te barek o tala, ja e jetuha nefsul mutmainna, o ti zamër e qetë e shpirti që cum, hajtash, se edhe vakti më këtë të ka Allahu me hinë gjennet atëm.